Fatos Geci, njëri nga anëtarët e familjes së madhe nga Llausha e Skënderajt, i është bashkuar partisë Guxo të drejtuar nga Donika Gërvalla e Faton Peci. Bashkëkryetaria e Guxo, Donika Gërvalla, bëri të ditur lajmin se Fatosi, i birja Halil Gecit, vëllai të madh të Gani Gecit, i është bashkuar kësaj partie. Sipas Gërvallës, Guxo është trashëgimtare e denjë dhe e vetme e Ibrahim Rrugovës. Në njoftimin e saj, Gërvalla ka thurur lavde për Fatosin dhe familjen Geci. Sot në partinë Guxo mirëpritën Fatos Gecin, ekonomistin nga Drenica. Ai po bashkohet me familjen tonë politike duke pasur guximin, idealizmin, patriotizmin dhe formimin institucionalist që e ka në ashtë, si pinjolli dhe i denjë i familjes tradicionale e fisnike të Bajraktarit të Llaushës, djali i vëllait të madh nga shtatvëllezërit Geci. Fatos Geci është në përfundim të studimeve të doktoratës në fushën e ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Aslan Prishtina, si dhe përfituesi 3 bursave ndërkombëtare të studimeve doktorale në Côte d'Azur University në Francë. Ai ka disa vjet përvojë profesionale në sektorin e financave, duke u angazhuar në çështje që lidhen me analizën ekonomike, menaxhimin financiar dhe politikat zhvillimore, duke trashëguar traditën familja e Fatosit dhe aprovimin më të madhërisëm, fillimisht në rezistencën civile, pas kësaj si bashkëluftëtar të Adem Jasharit e luftëtar deri në çlirimin e vendit dhe në përpjekjen e përhershme për shtendërtimin e Kosovës, gjithmonë duke qenë mbështetës të institucioneve të Kushtetutës së Kaçanikut dhe të presidentit Ibrahim Rugova. Nga sot rrugën për Kosovë Fatos Geci do ta bëjë bashkë me partinë Guxo, trashëgimtaren e denjë dhe të vetmen të Ibrahim Rugovës, thuhet në njoftimin e Gërvallës. Fatos Geci, njëri nga anëtarët e familjes së madhe nga Llausha e Skënderajt, i cili u bashkua partisë Guxo. Mirë po më 24 shkurt të këtij viti, Fatos Geci e kishte publikuar një postim skandaloz në llogarinë e tij në Facebook, duke u dëshiruar vdekjen çlirimtarëve të Kosovës. Deri kur mo me këta komandanta të Hamamit, na keni shpifur, na keni lodhur, qysh bre si patët këmbët, me të ngadalshme e me ju vrash kit, e na kishit çliru, po ikët si leprat me shpejtësinë e dritës, e përfituat po ashtu me shpejtësinë e dritës, kishte shkruar Geci me 24 shkurt. Këtij postimi ja kishte bërë like Haxhi Avdyli, deputeti vetëvendosjes nga partia Guxo.